الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi tek hutbja si të ballafaqohem me sprovat në një mënyrë që Allahu më koni kënaqur. Kem tregu premtimin, përgëzimin, qysh dush quanet të Allahut, ku Allahu na ka lajmëru, dhe kjo është rahmet për i ti, se gjithsesi kemi për të sprovuar. E në këtë drejtim, duhet mju qas jetës me një formë që mos me dështu para këtyre sprovave. E kem përmend javën e kaluar se në 4 nivele të ballafaqimit me sprova. E para që njeri mu anku me koni paknoqen, e kjo është ndaluar. E niveli 2 që është niveli minimal i kërkuar që me bo sabër. E pastaj vjen një nivel më i lartë tek njerëzit e imanit, që është që besimtari me kon i kënaqur me Allahun që ka caktuar një sprovë për to, dhe niveli më i lartë i mundshëm është kur robi e falenderon Allahun për sprovën që ja ka qenë, sikurse që janë pejgamberët dhe ata që përgjasojnë me ta. Në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam po na tregon se njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët. Merrni, lexoni sirën, historinë e pejgamberëve prej Ademit alayhis salam deri tek Muhamedi alayhis salam, që të gjithë kanë qenë të sprovuar me sprova tona e të ndryshme, e që kjo e tregon urtësinë se çfarë tha hadithi, në varësi të imanit njerëzve i vinë sprovat. E pse kjo? Sepse vëllezër besimtar, pejgamberët janë njerëzit me imanin më të lartë, janë njerëzit me bindje të palëkundur në Allahun, janë njerëzit me bindje të palëkundur në kaderin e Allahut. E në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, ata i kuptojnë sprovat më shumë dhe më mirë se sa na. Andaj shëmbëltyra tyre do të më konë rruga që na duhet me njeh për me i ballafaqu këto sprova. Të nderuar vëllezër besimtar, ai i cili dështon me kuptu fillimisht realitetin e jetës, që nuk bëhet pas sprova, ai dështon ka qenë sprova. Andaj besimtari do të më pas ndërdije se sprovat janë shoku i jetës. Kur nuk dohet, nda që në me tonë, nda që gëzo, kur s'ku më do për i teje. O shoku që ty ku me të shoqëru vazhdimisht, andaj në këtë drejtim, sprovat janë të pandalshme. 1, 2, 3, 4, mirë po, do të me pas një qasje tjetër. Jo si kurse, qëfar tham javë në kaluar, ai që po thot, e qaj bona në Zotit. E pësër bashmu. Ma djevlozën besimtar, ndër ne ka njerëz që gabojnë halo ma shumë se kaq. Thojnë, mu ka idhnu Allahu. Që kjo është haram vati. Që kjo mendim është mendim i keq për Allahun. Kur Allah të sprovon, me thonë Allahu më ka u idhnu me mu, që kjo është mendim i keq për Allahun. Sepse, a ka mundësi që Allah është idhnu me Muhammedin alayhis salam, me Nuhun e Ibrahimin alayhis salam, kjo është me fol pa dituri për Allahun. Mas të tyra si Gjibril alayhis salam, e me të thonë, tu ka idhnu Zotit ty. Çfarë thamë na? Sprovat janë hikmet, janë urtësi për unës të Allahut, por janë edhe realitet, nuk që këputën kur. E ki shokun e pandashëm deri sa, në dalë shpejtoj dynjaje. E në këtë drejtim besimtare, ballafaqohet me sprovat, me edukatën e kërkuar të muslimonit, duke në bo sabër, spaku, duke bo sabër. E qatë mund është me ngrit kushtimisht pazarin në këtë, atje diçka tjetër. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, ajeti i Kuranit që morëm nga sura Al-Baqara, "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf." Allahu po na informon
kena një usprovu me përkthy bukfalisht me diç. Shikoni çfarë rahmeti Allahu. Po e fillon po na informon me diç në mënyrë minimizuese, me diçka të vogël min al-khawf, me diçka prej frikës ka fillu. E që këto Allahu i shpalos se krejt sprovat ndohen në 5 kategori. E para është frika. Sprovën më të shpesh dhe më të shumë që e ka një musliman njëtë është frika. Momentin si ti qelsh syt, e delsh në rrugë, të në ditën e kime pos frikë. Kime pos frikën e shnetës, kime pos frikën e dorës, e qelë dyqonin në punu, të në ditën tutësh, a ku me pos punë, a ku me pos punë. A fitaj, s'fitaj. Që ky premtimi Zotit, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf. Kena më shfru me diçka për frikës. Kur s'pëton për kësaj frike? Frika e shnetës, frika e ardhmërisë, frika e ahiretit, që nuk kupton ti vazhdimisht jenë sprovën e frikës, kur nuk shpëtojnë me to. Po, masi na kështu sprovu, me frikë, a kallon Allahu ilaç që me ballafaqu këto, sepse kjo që ka realitet i pashmang shumë dhe më shumë ti që sprovën me to. Elementi i frikës. Alhamdulillah, dini është dini i madh. Wallahu është dini i madh ashtu. Menon edhe me meditu kështu në detaje, veç pak me lëshu zemrën, me meditu kështu fuqishëm, pashallah, vëllezër besimtar, do të na lëviz zemra prej vendet. Andaj, shikoni, sprovën më të shumë, edhe më të shpesh që e kemi, në mënyrë të vazhdueshme, Allahu e ka pru ilaçin me një ibadet që e bojmë na në mënyrë të vazhdueshme. E cili është ajo të nderuar vëllezër besimtar për me menaxhu sprovën e frikës, ilaçi që ka namazin. Allahu akbar. A përshëndet, një sen që te ki shumë shpesh, në të vazhdueshme, që hiç shkoqet për dhe ti e me frikën, edhe na tonë dhe dim që është realitet. Asnjë nuk mund të pretendu që se ka këtë sprovë. Ti shoqërohesh me frikë gjatë ditës, të rrezikut të çnetës, të ardhmërisë, sigurisht që çfarë do shtuaj, mirë po ballafaqimi me çet sprovë, po bëj ka me namaz. Allahu po të Kur'an, innal insana khuliqa halwa. Njeriu në natyrshmëri që ka i nxitushëm. Po nxitoj ka shumë, natyrshmërinë e tij pas ka qështu. Mirë po Allahu në Kur'an po vazhdon, e nëse e godet sprova e hupsove. Përveç se illa al-musallin. Përveç se ata që folën. Një besimtar me namaz, ai e menaxhon mirë jetën e tina, edhe frikën që na shoqëron vazhdimisht për ditë e kontrollon mirë, e tjerë dështojnë. Pas ka nevojë për një diazepam, pas ka nevojë për një sedativ, për një qetësues, e besimtarët çfarë? Kur goditen me sprova, bojnë sobër dhe menaxhojnë jetën me namaz, e të tjerët kur kanë mirësi, çfarë po Allahu në Kur'an këtu po thotë e nolin dorën, bëhen komproca. Andaj besimtari as nuk ka ankohet kur goditet nga sprova, po bën sobër, po edhe kur goditet me mirësi tregohet falënderues. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, njerëzit janë të frikshëm shumë për realitetin e tyre dhe sprova, mirë po qetësimin përgjithshëm të namazit. Secili prej neve kur goditem me ndaj sprovë e kemi një garancë frosën, ashta babën, ndashta shokën, këtë janë rregull. Po vëllezër besimtar, Allahu do të më thirr. Allahu do të më drejton. Ati mja tregu frikën tonë, ati mja tregu gojlen tonë, ati mja tregu të brengën ti që e ki, edhe nëse ti hiç nuk je orator, s'ka gojle. Zden mi lidhë fjallë mirë, hiç s'ka gojle. Hiç si eloquent, hiç s'ka gojle, veç këtë që të pytë në sejtë. Edhe drejtë Allah, kime po qëtësia që është e zotërën situatën tonë. Kime po që është qëtësia e zotërën zemrën tonë. Pse? Se për drejtë është autoritetit sot prem të pakontestuar. Allahu, ai i cili e ka çdo çështje duhet edhe temën edhe t'jugut. Andaj kjo kërkohet ti si besimtar, kur folesh atë frikën tonë, gojlen tonë, brengën që të shqetëson në vazhdueshme, mja thonë Allahut. Andaj këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, drejtoni Allahut kur keni frikë, kur keni shqetësim, e ky realiteti i kësaj sprove është i vazhdueshëm. Pika e dytë vëllezër besimtar, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju', të thonë Kur'an. Kem për të sprovu gjithçysh me diç prej frikës dhe me uri. Subhanallah. Allahu, kështu po premton, kemi sprovu me uri. A dini vëllezër besimtar, sa për fakt ilustrim me thirr mendin meditim, edhe një për kujtu vetës ku jem të jetu me çfarë begatie, në botë llogaritet se dikon rreth 800 milion njerëz
nuk kanë me hongër në bazë ditore. 800 milion njerëz nuk kanë me hongër në bazë ditore. Kjo ka mundësi më rrit ose me zbrit pak, po që të si dhe taj standarde. E që i bjen kjo, të pas ke mundësi me usfru, me uri, në një sot kohës, me një kohë caktume, mirë pa, të sebe cëntar, që është do të më ballafaqu, me uri, e cila me një moment ka mundësi me të godit, fillimisht vllazën besimtar, dush me konë falenderus ndaj Allahut. Shumë njerëz njohën për fatkeq që mos falenderus ndaj Allahut për begatit që Allah ja ka dhënë. E shë njerën e ka një golf të katësh edhe që thot, pa çfarë kerrë kjo është. E ka një telefon, diku shko golf 4, jam të fol kuptim individual. Po e ka një vetur golf 4, po çfarë kerrë kjo është. E ka një telefon më të rëndom thot, pa çfarë telefoni është ky. Edhe bukën që e konë të avelin e përbuz, aspote që a me qitë bërbu, e kesh bukën, që të mos Ramazan do të kjo, e që kjo është shkaktari, që pastaj Allah të spronë me uri, edhe pastaj nuk i kalen gradat, me ungrit, me dojnë me një kërë matë mirë, me një telefon matë mirë, me një ushqim matë mirë, pse? Se ti po dështën me konë falenderus nga Allah. E Allahu po thëtë të vazhë një Kur'an, la in shakartum la azidannakum, nëse fun kurzume, ju falenderoni, kemi për t'ja shtuar mirësi që i bio vllazni dënë me përmisu jetën tonë, bo falenderus nga Allah. E djetarët i bin këto dy kushte, kush dhe që bëhet falenderus për atë që e ka, duke mos e përbuzur edhe ato që e ka, Allahu ka për t'ja shtuar edhe ka për t'ja rujtur ato që e ka. Andaj këtë drejtim sprova e dytë të ndëru vllazë besimtar që ka uria, andaj mos uanka, mos e përbuz në mitën që Allah ta ka dhënë, nëse dëshiron mirujt dhe mishtu ato që ki posedimin tënë. Me ka që përnë pjesë në portyrës, duke kërë folët Allah, për këndër folje, së dhe fazhëmë sërës. Alhamdulillah, wahdahu, wassalatu, wassalam, ala man nabiyya ba'da. Të ndërruar xhamat, Allahu në ajetin që përmenëm se Allah ka për të na sprovuar, i ka përmen edhe disa kategori tjera. E para ke friga, e dyta ke uria, edhe e treta vjen me humbje të diskohet për pasunisë, kështu ka përmen. E kjo ka mundësi më në format ndryshme, njeriu investon edhe hub, jep bërgjë dikujt s'i kthen, edhe do të më konë të gatshëm edhe këtë sprovë me përballu me sabër. Edhe pse malli vllazni është i dashur. Allah ka thënë në Kur'an, por besimtari nuk bën me lidh zemrën me mall, sepse pastaj sprova shkon duke i shtu, edhe thot Allah në Kur'an me vdekje të dashurve. Edhe kjo është realitet i hidhur, por besimtari e menaxhon ndarjen vetëm fizike me të dashurit e tij. Po ka mundësi me dhe fëmija, prindrit, bashkëshortja, kënd tjerë dënë shoku, mirë po çkendarje, besimtare e koncepton vetëm fizike. Pse? Se të dashurit tonë jetojnë me një botë tjetër, me një dimension tjetër, po shpresojnë në mëshirën e Zotit, dhe duke i shëju premtimet që Zoti ka dhënë, edhe në këtë drejtim të ndërruar vllazë besimtar ka thënë Allah në fund, dhe humbje totale min ath-thamarat, do të mirësive, këtë me bankratu, këtë mirësitë tua me hub, andaj edhe besimtarin në këtë rast bën sabër, sepse Allahu çfarë ka vendosur me na shëruar në formë që nashta neve s'na kona, s'është e dashur, s'e lidhur, po Zoti e din urtësinë pse. E do të tregojmë vetëm. E Allahu në fund këtij ajetit po thot vllazën besimtar, wa bashshiri sabirin, dhe përgëzoj durimtarët. Kështu po Allahu në Kur'an, dhe përgëzoj durimtarët, që i bie fillimisht me një gradualitet të rahmetit, na tha se keni mos pohu me diçka për frikës e urisë, me dhejtë së matrona, po në fund përgëzoj durimtarët. Të nderuar vllazë besimtar, e përmendëm edhe një javë në kaluar, edhe sot niveli minimal i kërkuar për me ballafaqu me sprova është sabri. Çfarë bësh në to, ti je gjunaçar. Çfarë shkojsh më lart, ti ke arrit nivele të larta të imanit. Andaj thot Muhamedi alayhis salam, Allahu e cakton për një rob, ti cakton një pozitë të lartë në xhenet. Por robi me veprat e tina, me namazin e tina, me sadakon e tina, me agjerimin e tina, kur së mbrin që atje. Po Allah për dëshirës tina, ka qëtë me që pak më nalt.
jo ku ai ka mundësi me mbri me veprat e tina. Andaj Allahu ja dërgon do sprova që me qu ku Allahu po don. Ku Allahu po don, jo ti ku mrim. Nashta kushtimisht të hem për vjesht e menzi kalan. Ja Allahu s'po don kështu. Allahu po don që ti me kalu shkëlqyshëm. Allahu po don që ti me arritë në nivel i lartë i shpërblimit me çdo me shiu kët. Andaj këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, asnjëherë mos e nënçmo sprovën. Asnjëherë mos e nënçmo begatin, por bënu durimtar dhe falëndërues në këtë dynjë me lejen e Allahut, don ti që me pas një jetë e cila s'paku për zemrën tonë, ku me shiu ndryshe. Andaj sabri është moral i kërkuar i besimtarëve, e sidomos në ballafacimin e sprovave, sepse mirësia ka tjetër karakter, begatit kanë tjetër karakter. Andaj shikoni tonë shpëtojnë xhenetin. Allah na mëson neve juve këtë dashurë tonë, tonë mëson në xhenet, e po thot hutbja që po tregon kur him në xhenet tek portat e xhenetit na presin me laçet. A dini vëllezër besimtar çfarë na thonë? Shumica e juve dinë që thonë selamun aleikum. Realitet. E vërtet, me laçet na thonë selamun aleikum, mirë po selamun aleikum bima sabartum. Për shkak sabrit që keni manifestuar. Allahu akbar. Apo shihni vëllezër besimtar, para kusht i sprovave dhe ballafacimit të tyre është njeriu që të bëj sabër, andaj edhe çdo vepër e mirë, sikur se kjo hutbë, un po flas, bova këtu për dikon që është interesant, po një pjesë është interesant, po ti bën sabër, kjo po është problem. Andaj edhe namazi është ashtu, edhe agjerimi, edhe në rrugt të Allahut, çdo vepër kërkon sabër, e sidomos për besimtarin është morali që e hieshan. Andaj këtë drejtim manifeston sabrin në çdo fund të jetës tuaj, në çdo rrethon me lejen e Allahut asnjëherë nuk keni për të qenë humbës. Andaj ju rastisht Allahu tha wa bashiri sabirin, edhe me kaq e lutem Allahun që Allah të na bëj durimtar në jetën tonë dhe pastaj të shihmë për gëzimin që Allahu na ka premtuar.